Serbia do të presë Shqipërinë në Leskovac në orën 20:45 të mbrëmjes së sotme për ndeshjen e historisë. Të dyja ekipet mes tyre do të bëjnë llogaritë fitores në grupin K në kualifikueset e Kupës së Botës. Një fitore që mund të çojë një prej tyre në play-off, pasi Anglia është arratisur në vendin e parë. Një duel shumë i rëndësishëm dhe delikat për kuqezinjt, por edhe serbët që do të luajnë shanset e play-offit së bashku. Skuadrat pas ditën e djeshme kanë zhvilluar stërvitjen e fundit para përballjes me serbët që do të kenë mungesa të rëndësishme ndaj kuqezinjve. Kështu mësohet se trajneri Dragan Stojkovic do të luajë me Petrovic në port, në mbrojtje Rakovic, Pavlovic dhe Veljkovic, që zë vendin e Milenkovic, i cili është i dëmtuar dhe është një prej shtyllave kryesore të skuadrës. Në mesfush pritet të debutojë Aleksandar Stankovic, ndërsa në krah të tij do të vendoset Filip Kostic, Lukic dhe Maksimovic. Në sulm, Serbia pritet të luajë me dyshen e zakonshme, Mitrovic dhe sulmuesin e Juventusit, Dusan Vlahovic, të mbështetur nga Samardžić. Ndërkohë, mediat kanë zbuluar edhe formacionin paraprak që trajneri kombëtar Silvinjo mund të hedhë në fushë. Strakosha pritet ta nisë si gjithmonë nga fillimi në port, teksa duket se tekniku kuqezi nuk do të bëjë ndryshime as në mbrojtje, ku Hysaj, Ajeti, Gjimshiti dhe Mitaj do ta nisin nga fillimi. As në mesfush nuk pritet që të kenë ndryshime nga ndeshja e kaluar kundër Letonisë, teksa Aslani, Sheu dhe Laçi e kanë blinduar vendin e tyre. Në sulm duket se do të kemi një ndryshim, teksa Mirlin Daku do ta nisë nga minuta e parë. Broja është i sigurt nga krahu i djathtë, ndërsa dilema e vet me Silvinjos është krahu i majt, aty ku ka një balotazh të fortë mes Nedim Bajramit dhe Myrto Uzunit, teksa ky i fundit konsiderohet si më favorit për shkak të formës së shkëlqyer që ka treguar në ndeshjet e fundit në kampionatin amerikan. Ndërkohë, kombëtarja serbe vjen me mungesa të mëdha ndaj kuqezinjve. Padyshim që mungesa më e madhe është Sergej Milinkovic-Savic, i cili sërish nuk është thirrur nga trajneri Dragan Stojkovic, ndërsa mungesa të mëdha pritet që të jenë mbrojtësi i Nottingham Forest Nikola Milenkovic me karton të kuq dhe mesfushori i Fulamit Sasha Lukic. Kjo do të jetë ndeshja e katërt mes dy vendeve ballkanike. Në 3 sfidat e mëparshme, kuqezinjt numërojnë një fitore, ajo në tavolinë për sfidën e tetorit 2014 luajtur në Beograd, një humbje dhe një barazim. Serbi-Shqipëria është luajtur për herë të parë në 14 tetor 2014, ndeshje e cila u ndërpre pasi huliganët serb u futën në fushën e lojës dhe goditën futbollistët e kombëtares shqiptare, pasi në stadium u shfaq një dron me flamurin e famshëm autoktonus. Serbia e humbi ndeshjen 3-0 në tavolinë, teksa më pas Shqipëria siguroi një bilet për Europianin e vitit 2016